Masakrës Dubrovës, na e kemi përjetuar live këto, ka janë të plagosur, pa kome, pa veshe, pa syje, pa krejtë. 3 herë më konë unë vetë në pushkatim edhe kom nejtë në për gjenoze të vramit aty, kom përjetuar me shokët dhe dashamirë, krejtë që e kom kënë atje, dhe këtë ekspozit që e ka qitën në reklam, nuk përputhët në atë kuptimin me dronat sakta mbjetuar të Masakrës Dubrovës, na e kemi përjetuar live këto, çdo sen që kemi pas kanë qenë paramilitarë që kanë kryer krimin e parë, në atë kuptimin që kanë bo masakrën e Dubrovës, mbi 144 janë të vrarë dhe 200 diçka janë të plagosur, pa kome, pa veshe, pa syje, pa krejtë. Razi kanë qenë paramilitarë të armatosur, janë edhe incizimet e NATO-s, se mas pari edhe për NATO-s i kemi bombardimet e para që kanë bo për 22 janë për NATO-s që kanë gjuar, por janë satelitorë, këtë ato kam qenë edhe në Strasburg, kam qenë për para 3 vite kam qenë në që më kanë thonë që nuk ka, veç duhet shteti me bo. Me pas qenë na moralisht kështu në atë kuptimin, barem kishëm bo diçka në atë kuptimin me pështu vetën, por asë një sens e kemi pasën 3 herë më konë unë vetë në pushkatim edhe kom nejtë në për gjenoze të vramit aty edhe që kemi pas shumë tërturat moja që s'ta mërmenja që pi Karaullës gjujshin qaq që s'mushe me parashiku çfarë gjujt një bëjshin edhe çfarë masakre bëjshin. Ky revokim është bërë për shkak të përmbajtjes së pasaktë, pa vërtet, edhe nuk e kemi menduar që dikush prej shoqërisë tonë mundet me shku në nivele të tilla që në vend të pavërteta kaq të ndjeshme. Komuna e Prishtinës ka revoku pëlqimin për ekspozimin e materialeve prej librit të Shkëlqen Gashit, të cilat kanë qenë parapara prej datës 24 mars deri me datën 7 prill, në përkujtim të masakrave që kanë ndodhur në Kosovë. Ky revokim është bërë për shkak të përmbajtjes së pasaktë, pa vërtet në disa prej panove që janë shfaq, në disa prej materialeve të cilat rëndojnë shumë kujtesën historike të kombit tonë, rëndojnë shumë të mbijetuarit e masakrave edhe kanë kriju një irritim të jashtëzakonshëm të sentimentit publik. Prandaj e kemi revoku edhe sot është marrë me njëherë aksioni për heqjen e tyre nga sheshi. Jo, ne s'kemi bo kontroll të materialeve, nuk kemi cenzur, nuk kemi gestapo për me bo diçka të tillë. Materialet kanë qenë të financuara ose të sponsorizuara edhe nga institucionet tona shtetërore, prandaj duke kemi pat arsyeshme me hy në detaje të tilla. Edhe nuk e kemi menduar që dikush prej shoqërisë tonë mundet me shku në nivele të tilla që në vend të pavërteta kaq të ndjeshme.